Konkurrenti nga Kosova, Gjesti, po vazhdon të jetë një nga personazhet më të komentuara të Big Brother VIP Albania 4, duke sjellë dinamika të forta brenda shtëpisë. Së fundmi, ai është përfshirë në një debat të ashpër me Gertën dhe disa banorë të tjerë, ka bërë disa deklarata që lidhen me informacione nga jashtë shtëpisë. Por këto deklarata të Gjestit kanë bërë që produksioni të ndërhyjë menjëherë, duke i tërhequr vëmendje për shkeljen e rregullave të lojës. Në debatin me Gertën ajo e pyet: "Kush ta ka treguar këtë ty?" Ndërsa produksioni reagoi menjëherë duke e paralajmëruar Gjestin, Gjesti kujdes mikrofonin. Por reperi nuk e ka pritur mirë këtë ndërhyrje dhe ka vazhduar të kundërshtojë regjizorët duke u shprehur prerë: "S'ka kujdes." U shoi revoltën e vrejtjeve të një pasqyrshme që janë bërë. Ky moment ka bërë bujë në rrjetet sociale ku fansat po diskutojnë nëse Gjesti po sfidon qëllimisht rregullat apo nëse thjesht ka qenë një shpërthim emocional i tij. Një gjë është e sigurt, ai po vazhdon të jetë një nga banorët më të përfolur të këtij edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania. Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.